Bleu një shtëpi të lirë, por nuk i përmban dot lotot nga gëzimi kur zbulon çfarë fshihej në obor. Kur 35 vjeçari John Reynolds nga Texasi bleu një shtëpi me 3 dhoma gjumi në qytetin e vogël të Mineral Wells në vit për vetëm $20,000, ai nuk kishte idenë se çfarë do të gjente në oborin e saj. Ai planifikoi ta rinovonte dhe shiste shtëpinë në mënyrë që të fitonte para, dhe pastaj zbuloi një pishinë të madhe noti në obor, nën bar dhe gjethe. John, i cili normalisht punon si teknik mjekësor, u ndje sikur kishte fituar llotarin dhe as nuk donte ta shiste shtëpinë më. Unë ndjeva sikur rastësisht hasa një bilet llotarie. Unë kur në 1.000.000 vjet nuk mendova se do të blija një pronë që do të kishte një pishinë. E bleva atë si një investim me synimin për ta shitur më vonë, por duke pasur parasysh këtë surprizë, dyshoj se mund të le të shkojë, ka thënë ai. Shtëpia u ndërtua në vitin 1955 dhe pasi pronari më parë shëndiq, askush nuk jetoi në të për një vit. Prona ishte mbi populluar me bar. U braktis dhe macet u mlodhën në të. Qeveria lokale mendoi ta rafshonte, por më pas ai e bleu disa vjet më parë. Ai nuk e dinte për muaj me radhë se kishte bler një shtëpi me një pishinë, ndërsa shiu të kishte pastruar pa pastërtitë. Pastaj një nga fqinjët e thiri dhe pyeti nëse pa një pishinë obor. Ju deshën plot 18 muaj për të rinovuar shtëpinë dhe pishinën 9 me 5 metra. Pishina ishte plot me balt, pjesë makinash dhe orendi të vjetra. Ai investoi $10,000 për rinovimin e saj. Sipas disa vlerësimeve, tashmë ajo kushton 16 herë më shumë.